Ai kishte shpenzuar pasuri të tëra me mjek të famshëm. Asnjëri nuk arriti të gjente diagnozën e saktë, por dadoja që ai pothuajse nuk e punsoi pa atë që të gjithë e kishin injoruar. Ajo që zbuloi ndryshoi gjithçka. Ajo zbriti nga autobusi me valigjen e vjetër në dorë dhe vështroi adresën në një copë letre të rrudhur. Numri përputhej, por ju desh ta kontrollonte disa herë, sepse nuk mund t'u besonte syve të saj. Pasportës prej hekurit të punuar qëndronte rezidenca më e madhe që kishte parë ndonjëherë. Një pallat prej xhami dhe mermeri, sikur të kishte dalë nga një revistë ndërkombëtare arkitekture. Ajo rregulloi flokët e kapura shpejt në një topuz dhe mori frymë thellë. Kishte punuar në shumë shtëpi dhe ishte kujdesur për shumë fëmijë, por kur nuk kishte hyrë në një vend si ai. Agjencia e punës e kishte telefonuar një ditë më parë duke thënë se një biznesmen kishte nevojë urgjente për një dado me përvojë me fëmijë me nevoja të veçanta. Paga ishte shumë herë më e lartë se çdo punë që kishte pasur ndonjëherë. Ajo shtypi butonin e interfonit dhe priti. Një zë femëror, i ftohtë dhe formal, u përgjigj pas pak çastesh. Ajo u prezantua dhe tha se kishte ardhur për intervistë. Pas një pauze të gjatë, porta u hap me një zhurmë mekanike dhe ajo u ftua të hynte. Kopshti ishte i madh, me shtigje të rregullta dhe një shatërvan mermeri në qendër. Ajo ecte ngadalë, duke thithur çdo detaj. Ishte rritur në një shtëpi të vogël, duke ndarë dhomën me motrat e saj, dhe kur nuk e kishte imagjinuar se disa njerëz jetonin kështu. Në hyrje e priti një grua me flokë të thinjur, e rregullt dhe e ftohtë në vështrim, e cila e shoqëroi nëpër korridoret e gjata deri në një zyrë. Brenda, një burr i lodhur, i rrethuar nga dosje mjekësore, e shikoi me vëmendje. Ai i shpjegoi se fëmijët e tij, binjak, ishin të sëmurë prej kohësh dhe se, pavarësisht vizitave të panumërta të specialistë të ndryshëm dhe analizave të shumta, askush nuk kishte arritur të kuptonte çfarë kishin. Simptomat ishin lodhje e thellë, dhimbje muskujsh, vështirësi për t'u përqendruar dhe humbje peshe. Dyshimet kishin kaluar nga një problem i thjeshtë në sëmundje të rralla, por asgjë nuk ishte vërtetuar. Ajo dëgjoi në heshtje dhe vuri re lodhjen e thellë në fytyrën e tij, një lodhje që vinte jo vetëm nga mungesa e gjumit, por nga frika e vazhdueshme për fëmijët. Ai tregoi se nëna e tyre kishte ndëruar jetë dhe se simptomat kishin filluar pak kohë pas asaj humbjeje. Disa mjek kishin sugjeruar se gjithçka mund të ishte psikologjike, një reagim i trupit ndaj dhimbjes, por ai nuk e besonte këtë. Në atë çast, një mjek hyri në zyrë pa trokitur dhe shfaqi hapur mosbesim ndaj pranisë së dados. Ai e konsideronte të panevojshme punësimin e dikujt pa formim mjekësor dhe e trajtoi me përçmim. Ajo, megjithse e ndjere e nënvlerësuar, foli me qetësi dhe guxim, duke vënë në dukje se ndonjëherë një këndvështrim i ri mund të zbulojë atë që të tjerët nuk e shohin. Kjo shkaktoi një tension të dukshëm, por babai vendosi t'i tregonte fëmijët. Në dhomën e tyre, dy djemtë qëndronin shtrirë, të zbehtë dhe të dobët për moshën e tyre. Njëri ishte më i hapur, tjetri më i mbyllur dhe më i brishtë. Ajo ul pranë tyre, foli butë dhe përpiqej t'i bënte të ndiheshin të sigurt. Vuri re se njëri prej tyre kishte më shumë energji se tjetri dhe se të dy dukeshin më keq në mëngjes. Në sytë e tyre pa lodhje, por edhe një dëshirë të fshehur për t'u ndjerë sërish fëmijë. Ajo u premtoi se nuk do të largohej dhe se do të ishte pranë tyre. Ky premtim i thjesht solli një buzëqeshje të vogël, por të çmuar. Ditët e para në shtëpi i kaloi duke vëzhguar. Zgjohej herët dhe qëndronte në heshtje, duke dëgjuar zhurmat e shtëpisë dhe duke vërejtur ndryshimet e vogla. Ajo vuri re se simptomat përkeqësoheshin në mëngjes dhe përmirësoheshin pak gjatë ditës, sidomos kur fëmijët dilnin nga dhoma. Njëri prej tyre hezitonte të dilte jashtë, sikur diçka në ambient e rëndonte më shumë se tjetri. Kur mjeku vinte për vizitat e tij, ajo shihte se gjithçka fokusohej te analizat dhe aparaturat, por pak vëmendje i kushtohej përditshmërisë së fëmijëve, ajrit që thithnin, dritës që i rrethonte, produkteve që përdoreshin në shtëpi. Me respekt, ajo ngriti pyetje për mjedisin, për pastruesit kimik, për ajrosjen e dhomave. Përgjigjja ishte një buzëqeshje përçmuese dhe një ftesë për të mos u përzier në punë që, sipas mjekut, i përkiste vetëm profesionistëve. Megjithatë, ajo nuk u tërhoq nga bindja e saj se diçka e vogël, e padukshme për syrin e zakonshëm, mund të ishte shkaku. Ajo e dinte nga përvoja se fëmijët e ndjeshëm reagojnë ndryshe dhe se shenjat e para shpesh shfaqen në detaje që të tjerët i quajnë të parëndësishme. Në mbrëmje, duke parë kopshtin nga dritarja e saj, ajo mendoi për dy djemtë që flinin të lodhur, për baban e tyre të dëshpëruar dhe për një shtëpi të madhe që dukej e bukur nga jashtë, por që mbante brenda një trishtim të thellë.
Instinkti i saj i thoshte se përgjigjja ishte aty, e fshehur në rutinën e përditshme, në ajrin, në dritën, në sendet që preknin fëmijët çdo ditë. Ajo ishte e vendosur të vazhdonte të vëzhgonte, të dëgjonte dhe të mos injoronte asnjë shenjë, sado e vogël të dukej. Sepse ndonjëherë pikërisht ato detaje që duken të parëndësishme janë çelësi që hap derën e së vërtetës. Ai u largua nga dhoma dhe djali e pa dadon me një shprehje kurioztare. Pse ai nuk të pëlqen ty? Nuk e di, zemra ime. Disa njerëz nuk i pëlqejnë pyetjet. Mamaja thoshte se pyetjet janë të rëndësishme. Ajo thoshte se kështu mësojmë gjëra të reja. Dadoja ndjeu një shtrëngim në kraharor. Nëna e tij kishte pasur të drejtë. Ti e di që ajo ka vdekur? Pyetja ishte aq e drejtë për drejtë, aq pa filtra, saqë asaj ju desh një çast për t'u përgjigjur. Po, e di. Më vjen shumë keq. Edhe mua. Djali uli sytë te lodra e tij. Ndonjëherë harroj që ajo ka vdekur. Pastaj më kujtohet dhe trishtohem përsëri. Është normale të ndihesh kështu. Vëllai im nuk flet për të. Ai zemërohet kur unë flas. Secili ka mënyrën e vet për t'u përballur me trishtimin. A të bën trishtimi të sëmur? Pyetja ishte e thjeshtë dhe thellësisht e rëndë. Ndonjëherë mundet, por jo gjithmonë. Mjeku tha se jemi të sëmur nga trishtimi, por unë nuk e besoj. Nuk jam aq i trishtuar. Kjo e bëri Dadon të mendonte. Teoria që gjithçka ishte vetëm emocionale nuk shpjegonte gjithçka. Fëmijët mund të shfaqin shenja fizike nga dhimbja, por jo kaq të forta dhe për kaq gjallë. Atë pasdite, ndërsa fëmijët flinin, ajo vendosi të eksploronte shtëpinë. I tha shërbyeses se po kërkonte bibliotekën, por në të vërtetë donte të kuptonte mjedisin ku jetonin ata. Rezidenca ishte e madhe, me shumë dhoma. Ajo vuri re se qilimat pastroheshin çdo ditë, dritaret rrallë hapeshin dhe sistemi i ajrit të kondicionuar punonte vazhdimisht, duke ricikluar të njëjtin ajër. Në bodrum gjeti një depo me shumë shishe të një dezinfektuesi industrial. Lexoi etiketën dhe pa emrin e një substance që i tingëlloi e njohur. Ajo e kishte hasur dikur në spital, si kimikat për sterilizimin e pajisjeve. Kujtonte se ekspozimi i zgjatur mund të shkaktonte probleme të frymëmarrjes dhe sistemit nervor. Kur u kthye, shërbyesja e paralajmëroi me zë të ulët se në atë shtëpi nuk i pëlqenin shumë pyetjet dhe se mjeku kishte shumë ndikim. Nëse e kundërshtonte, mund të mos qëndronte gjatë. Atë natë nuk fjeti. Mendonte për erën e dezinfektuesit, për dritaret e mbyllura, për faktin që fëmijët ndiheshin më keq në mëngjes dhe më mirë kur dilnin nga dhoma. Të nesërmen herët, para se të vinte ekipi i pastrimit, hyri në dhomën e tyre. Era ishte aty, e lehtë, por e qartë. U përpoq të hapte dritaren, por ishte e bllokuar. Të gjitha dritaret ishin të mbyllura për arsye sigurie. Babai i fëmijëve u shfaq në derë dhe e pyeti çfarë po bënte. Ajo i shpjegoi se kishte vënë re se ajri nuk qarkullonte dhe se simptomat përkeqësoheshin pas një nate të tërë në atë ambient të mbyllur. Ajo foli me kujdes, duke thënë se ndoshta fëmijët po ekspozoheshin ndaj diçkaje brenda shtëpisë. Jo një sëmundje, por diçka në ajër, në produktet e pastrimit, në kimikatet që përdoreshin çdo ditë. Ai e dëgjoi me fytyrë të lodhur dhe i tha se mjeku kishte përjashtuar faktorët mjedisor. Ajo u përgjigj se ishin kërkuar gjëra të dukshme, por jo domosdoshmërisht kimikate që grumbullohen ngadalë në ambiente të mbyllura. Para se biseda të vazhdonte, nga dhoma e fëmijëve u dëgjua një britm. Njëri prej tyre po dridhej fort në shtrat, sytë i rrotulloheshin, trupi i kontraktohej në mënyrë të pakontrolluar. Ajo reagoi menjëherë, e ktheu anash, mbrojti kokën e tij dhe i foli me zë të butë. Vëllai tjetër qante i tmerruar, duke pyetur nëse do të vdiste si nëna e tyre. Kriza zgjati pak, por dukej si përjetësi. Kur mbaroi, fëmia mbeti pa ndjenja. U thirr urgjenca dhe u dërgua në spital. Tjetri mbeti i kapur pas Dados, duke u dridhur nga frika. Ajo nuk i premtoi gjëra që nuk i dinte, por i tha se vëllai i tij ishte i fortë dhe se kishte shumë njerëz që e donin dhe do të bënin gjithçka për ta ndihmuar. Pas disa ditësh, fëmia u kthye në shtëpi, edhe më i zbet dhe më i dobët. Babai ishte i shkatëruar, pa gjumë, pa shpresë. Edhe mjekët e spitalit nuk kishin gjetur shkak. Kriza ishte quajtur pa origjinë të qartë. Atëherë Dadoja vendosi të fliste hapur. I shpjegoi se kishte gjetur informacione për kimikatin e përdorur në pastrim.
Ekspozimi i zgjatur mund të shkaktonte lodhje të thellë, dhimbje muskujsh, probleme neurologjike, humbje peshe dhe, në raste të rënda, edhe kriza si ajo që kishte ndodhur. Ajo i tregoi se në spital, punonësit që kishin punuar me atë substancë për një kohë të gjatë kishin zhvilluar simptoma të ngjashme. Në atë shtëpi, kimikati përdorej çdo ditë, dritaret ishin të mbyllura dhe ajri riciklohej vazhdimisht. Fëmia më i mbyllur, që kalonte më shumë kohë në dhomë, ishte edhe më i prekur. Babai mbeti pa fjalë. Nuk donte të besonte se, pa e ditur, njerëzit që përpiqeshin ta mbanin shtëpinë të pastër mund të kishin helmuar ngadalë fëmijët e tij. Por gjithçka filloi të merrte kuptim. Simptomat, përkeqësimi në mëngjes, përmirësimi kur dilnin jashtë, kriza e papritur. Dadoja nuk pretendonte se ishte më e ditur se mjekët. Ajo vetëm kishte parë nga një kënd tjetër. Jo brenda trupave të fëmijëve, por rreth tyre. Në ajrin që thithnin, në mjedisin ku kalonin ditë e nedhë. Dhe tani, më në fund, dikush po ishte gati ta dëgjonte. Dritaret e mbyllura, duke thithur avuj. Kjo ishte arsyeja pse njëri prej fëmijëve ishte më i prekur se tjetri. Sepse ai kalonte më shumë kohë në dhomë. Ishte më i mbyllur, rinte më shpesh në shtrat. Tjetri përpiqej të dilte jashtë, të luante në kopsht, të merrte ajër. Ai merrte doza më të vogla. Babai qëndroi në heshtje për aq gjatë sa Dadoja mendoi se do ta largonte nga puna. Por pastaj ai bëri diçka që ajo nuk e priste. U ul në një karrige dhe filloi të qante. Kishte shpenzuar pasuri të tëra, kishte kërkuar ndihmë nga mjekët më të mirë, dhe tani dikush po i thoshte se përgjigjja kishte qenë përpara syve të tij gjatë gjithë kohës. Dadoja ju afrua dhe u ul në gjunjë pranë tij. Ajo i tha se mund të gabonte, por kishte vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Ti nxirrnin fëmijët nga ajo shtëpi për disa javë. Nëse përmirësoheshin, do të thoshte se problemi ishte në mjedis. Nëse jo, do të ktheheshin te pika e fillimit. Ai pyeti se ku mund t'i çonte. Ajo u përgjigj se kudo, një hotel, një shtëpi me qira, të ndonjë afërm, mjaft që të mos ishte një vend i pastruar me atë produkt. Ai fshiu sytë dhe e pa. Pyeti nëse ajo vërtet e besonte këtë. Ajo tha se besonte se ja vlente të provojë. Në atë çast dera u hap dhe mjeku hyri, i ndjekur nga shërbyesja. Ai ndaloi kur i pa. Pyeti çfarë po ndodhte. Babai u ngrit dhe tha se Dadoja kishte paraqitur një teori. Mjeku qeshi me përçmim, duke thënë se Dadoja po bënte diagnostikime tani. Ai shtoi se ajo mendonte se fëmijët po helmoheshin nga produkti i pastrimit të shtëpisë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Mjeku e shikoi babain dhe pastaj Dadon, fytyra e tij kaloi nga mosbesimi në zemërim. Tha se kjo ishte qesharake dhe se ai kishte studiuar mjekësi për vite të tëra. Dadoja u ngrit dhe i tha me qetësi se kishte mbaruar shkollën dhe kishte bërë kurse për ndihmë të parë, kujdes pediatrik dhe siguri mjedisore. Nuk ishte mjeke, por dinte të dallonte kur diçka nuk ishte në rregull. Ajo shpjegoi se produkti i përdorur ishte një dezinfektues industrial që përmbante një substancë të rrezikshme për përdorim të vazhdueshëm në ambiente të mbyllura, sidomos në dhoma fëmijësh. Ekspozimi i zgjatur mund të shkaktonte lodhje, dhimbje muskujsh, probleme neurologjike dhe kriza. Pikërisht ato shenja që fëmijët po shfaqnin. Mjeku qeshi përsëri, por këtë herë zëri i tij kishte nervozizëm. I kërkoi babait të mos e merrte seriozisht këtë dhe tha se ajo po kalonte kufijtë e saj. Dadoja e sfidoi të bëhej një test toksikologjik specifik për atë substancë. Nëse rezultati do të ishte negativ, ajo do të largohej dhe nuk do ta përmendte më kurrë këtë teori. Mjeku refuzoi, duke thënë se nuk do të humbiste kohë dhe burime me fantazi të një punonjëseje shtëpie. Dadoja i tha se atëherë kishte frikë të zbulonte se ajo kishte të drejtë. Fytyra e tij u skuq nga zemërimi. Babai ndërhyri dhe i kërkoi mjekut të bënte testin. Ai tha se ishte ai që paguante dhe ai që vendoste. Mjeku u përpoq ta binte se po bënte një gabim, por babai i kujtoi se për më shumë se një vit nuk kishin gjetur asnjë përgjigje. Ndërsa tani, pas pak javësh, kishte një teori që shpjegonte gjithçka. Nëse ishte e gabuar, nuk humbte asgjë. Nëse ishte e saktë, fëmijët e tij mund të shpëtonin. Mjeku pranoi me inat, duke thënë se nëse rezultati dilte negativ, Dadoja do të largohej. Ajo u pajtua. Pas largimit të mjekut, shërbyesja i tha me zë të ulët se shpresonte që ajo ta dinte çfarë po bënte. Dadoja u përgjigj se shpresonte po ashtu.
Babai e pyeti nëse ishte e sigurt. Ajo tha se jo, por ishte e sigurt se duhej provuar diçka ndryshe. Atë mbrëmje ajo shkoi t'u thoshte natën e mirë fëmijëve. Njëri luante në dysheme, tjetri rinte shtrirë duke parë tavanin. Ata folën për një udhëtim të mundshëm. Fëmia më i mbyllur tha se nuk donte të largohej sepse ajo shtëpi ishte shtëpia e nënës së tyre dhe kishte frikë se ajo nuk do t'i gjente. Dadoja i shpjegoi se nëna e tij gjithmonë do ta dinte ku ishte, sepse jetonte në zemrën e tij. Ditët që pasuan ishin të mbushura me ankth. U morën mostra për analizat, por rezultatet do të vononin. Babai kishte vendosur tashmë të përgatiste një vend tjetër ku do t'i çonte fëmijët, pavarësisht rezultatit. Një mbrëmje, shërbyesja e thiri Dadon dhe i tregoi me lot në sy se kishte qenë ajo që kishte zgjedhur produktin e pastrimit vite më parë, kur shtëpia ishte mbushur me frikë nga sëmundjet. Ajo kishte menduar se po mbronte fëmijët duke përdorur diçka shumë të fortë. Nuk e dinte që mund të ishte e rrezikshme. Dadoja e siguroi se nuk e kishte bërë me qëllim dhe se askush nuk mund të fajsojë për diçka që nuk e dinte. Kur u kthye në dhomën e fëmijëve, pa babain duke u lexuar një përrall. Ishte një pamje e ngrohtë, e mbushur me dashuri. Ajo qëndroi te dera, duke kuptuar se përtej pasurisë dhe dhimbjes, aty ishte një familje që luftonte për të mbijetuar. Më në fund, rezultatet mbërritën. Babai hyri në kuzhinë me fytyrë të zbehtë dhe sy të mbushur me emocione. Analizat kishin treguar praninë e substancës toksike në gjakun e të dy fëmijëve në nivele të larta, më të larta te ai që rrinte më shumë në dhomë. Dadoja ndjeu gjunjët t'i dridheshin. Teoria e saj ishte e saktë. Babai i tha se ajo u kishte shpëtuar jetën fëmijëve të tij. Mjeku u shfaq përsëri, duke pranuar se kjo nuk ishte diçka që kërkohej zakonisht në analiza dhe se nuk e kishte parashikuar kurrë. Ai u përpoq ta justifikonte veten me përvojën e tij, por babai i kujtoi se ajo, pa diploma, kishte arritur atë që ai nuk kishte arritur për kaq kohë. Mjeku u largua, i mundur nga e vërteta. Babai ju afrua Dados dhe i tha se ajo nuk do të ishte më thjesht Dado, por pjesë e jetës së tyre. Por gëzimi zgjati pak. Një thirrje nga kati i sipërm i alarmoi të gjithë. Njëri nga fëmijët ishte i shtrirë, pa reagim, lëkura e ftohtë dhe e lagësht. Dadoja urdhëroi të thirrej urgjenca. Ajo e mbajti dorën e tij, duke i folur me zë të butë, ndërsa vëllai i tij qante nga frika. Kur ambulanca mbërriti, mjekët thanë se ai ishte në gjendje shoku, ndoshta si reagim ndaj helmimit dhe ndryshimit të papritur. Babai donte të shkonte me të, por Dadoja i kërkoi të qëndronte me fëmijën tjetër. Ajo vetë u ngjit në ambulancë, duke shoqëruar të voglin, e vendosur të mos e linte vetëm as edhe për një çast. Gjatë gjithë rrugës, Dadoja mbajti dorën e fëmijës në të sajën. Trupi i tij ishte ende i palvizshëm, por ajo ndjente rrahjet e dobëta të pulsit. I përshpëriste vazhdimisht se gjithçka do të shkonte mirë dhe se nuk ishte vetëm. Kur mbërritën në spital, ai u dërgua menjëherë në repartin e kujdesit intensiv për fëmijë. Dadoja u ndalua te dera dhe u ul në një karrige plastike, duke lënë lotët të rrivnin në heshtje. Pak më vonë, babai mbërriti me vëllain tjetër në krah. Pyeti me zë të dridhur si ishte gjendja e të sëmurit, por askush ende nuk kishte përgjigje. Fëmia i vogël i shtriu krahët nga Dadoja dhe e pyeti nëse vëllai i tij do të vdiste. Ajo nuk mundi t'i jepte një premtim të rrem, por i tha se mjekët po bënin gjithçka që mundnin. Ata pritën për një kohë të gjatë në korridor, ndërsa shërbyesja lutej në heshtje dhe babai ecte pa pushim nga njëra anë në tjetrën. Dadoja e mbante fëmijën tjetër në krah dhe i këndonte butë për ta qetësuar. Kur mjekja më në fund doli, u shpjegoi se kriza kishte qenë një reagim i fortë i trupit pas ndërprerjes së ekspozimit ndaj substancës toksike. Organizmi ishte mësuar me praninë e saj dhe tani po reagonte ndaj mungesës. Por gjendja ishte stabilizuar dhe me një trajtim të kujdesshëm, fëmia do të shërohej gradualisht. Duhej kohë, durim dhe një proces i ngadaltë pastrimi i organizmit. Babai u lehtësua dhe kërkoi ta shite. Në dhomën e kujdesit intensiv, fëmia ishte i lidhur me aparatura, i lodhur, por i vetëdijshëm. Kur pa Dadon, sytë e tij u ndriçuan lehtë. I tha se kishte parë në ëndër nënën e tij, e cila i kishte thënë se do të ishte mirë dhe se dikush i ri po kujdesej për të. Dadoja nuk i mbajti dot lotët dhe i premtoi se do të ishte pranë tij. Ditët që pasuan ishin të vështira, por çdo ditë sillte pak më shumë forcë. Vëllai i tij e vizitonte rregullisht dhe i sillte vizatime ku paraqiteshin të gjithë së bashku, si një familje.
Në një prej tyre, kishte vizatuar edhe Dadon pranë tyre. Kur u pyet pse, ai tha se ajo ishte tani pjesë e familjes, sepse i kishte mbrojtur dhe i kishte dashur si një nën. Babai dhe Dadoja, të lidhur tashmë nga një përvojë e përbashkët e dhimbjes dhe shpresës, filluan të flisnin për të ardhmen. Fëmijët, me sinqeritetin e tyre të pastër, i pyetën nëse do të qëndronin gjithmonë së bashku. Babai, i prekur, pranoi se Dadoja ishte bërë personi më i rëndësishëm në jetën e fëmijëve dhe në jetën e tij. Ajo kishte sjell dritë në një shtëpi që kishte qenë e mbushur me frikë dhe trishtim. Me kalimin e kohës, lidhja e tyre u bë më e fortë. Dadoja pranoi të bëhej pjesë e familjes jo vetëm si kujdestare, por si njeri që do të qëndronte pranë tyre për jetën. Fëmijët e përqafuan këtë ide me gëzim dhe filluan ta thërrisnin mam, jo për të zëvendësuar nënën e tyre të vërtetë, por për të shprehur dashurinë dhe sigurinë që ndjenin. Kur më në fund u kthyen në shtëpi, atmosfera kishte ndryshuar. Dritaret hapeshin çdo ditë, ajri i pastër hynte lirshëm dhe produktet e rrezikshme ishin larguar. Fëmijët u shëruan plotësisht dhe u kthyen në lojra, të qeshura dhe energji. Shtëpia, që dikur kishte qenë e heshtur, tani ishte plot jetë. Në një ceremoni të thjeshtë në kopsht, Dadoja dhe babai vendosën të bashkonin jetët e tyre. Fëmijët ishin aty, duke buzëqeshur dhe duke mbajtur duart e tyre, të lumtur që familja e tyre ishte më në fund e plodh. Shërbyesja, e cila kishte ndier faj për zgjedhjen e produktit të gabuar, i pa me lot në sy dhe falënderonte që gjithçka kishte përfunduar mirë. Pas kësaj, lindi edhe një ide e re. Dadoja dhe babai vendosën të ndihmonin familje të tjera që përballeshin me sëmundje të pashpjeguara, duke kërkuar shkaqe mjedisore dhe duke inkurajuar mjekët dhe prindërit të shikonin përtej analizave të zakonshme. Krijuan një organizatë që mbështeste kërkimin, vëzhgimin dhe, mbi të gjitha, guximin për të bërë pyetje. Vitet kaluan dhe shumë familje gjetën përgjigje fal kësaj nisme. Fëmijët u rritën të shëndetshëm, të lumtur dhe të rrethuar nga dashuria. Dadoja, që dikur kishte ardhur me një valixhe të vjetër dhe me frikë në zemër, tani ishte nën, bashkëshorte dhe një zë i fortë për ata që nuk dëgjoheshin. Një mbrëmje, duke parë yjet nga veranda, ajo mendoi për gjithçka që kishte ndryshuar për shkak të një pyetjeje të thjeshtë, për shkak të guximit për të mos pranuar verbërisht përgjigjet dhe për të vëzhguar me kujdes. Kuptoi se vlera e një njeriu nuk matet me diploma apo pasuri, por me aftësinë për të parë atë që të tjerët nuk shohin dhe për të vepruar kur të tjerët hezitojnë. Ajo nuk ishte më thjesht një Dado. Ishte pjesë e një familjeje, pjesë e një historie shprese dhe shërimi. Dhe e dinte se, ndonjëherë, një zemër e vëmendshme dhe një pyetje e thjeshtë mund të shpëtojnë jetë dhe të ndërtojnë një botë më të mirë.